Horoskopi ditor e hënë 15 dhjetor 2025. Dashi. Marsi e fuqizon sektorin tuaj të komunikimit sot, duke ju bindur të flisni hapur dhe me ndershmëri. Kjo mund të jetë fuqizuese, por mos harroni të zbutni fjalët tuaja me mirësi, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Në aspektin e karrierës dalin në pah ide inovative, duke premtuar përfitime afatgjata nëse ndahen me njerëzit e duhur. Është një ditë e favorshme për të filluar ato biseda për të cilat keni hezituar. Financiarisht jini të kujdesshëm me blerjet impulsive, pasi ato mund ta tendosin buxhetin tuaj. Në aspektin shoqëror, mbledhjet mund të çojnë në zbulimin e mundësive nëse qëndroni të vëmendshëm. Shëndeti juaj kërkon moderim me nivelet e stresit që aludojnë në nevojën për pak kohë pushimi. Rreshtimi kozmik gjithashtu mbështet ndjekjet krijuese. Prandaj përfshihuni në aktivitete që ndezin pasionin tuaj. Reflektoni mbi qëllimet tuaja dhe përshtatuni me anën tuaj intuitive për të udhëhequr vendimet tuaja sot. Më e rëndësishmja, balanconi aktiviteti me kujdesin për veten për të ruajtur shpirtin tuaj dinamik. Yjet ju kujtojnë të besoni instinkteve tuaja. Demi. Venusi ju inkurajon të përqendroheni në siguri dhe rehati sot, duke nxitur një mjedis për të ushqyer lidhjet personale dhe profesionale. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të forcuar lidhjet me familjen tuaj ose për të adresuar çdo problem të vazhdueshëm. Çështjet financiare shkëlqejnë në ndikimin e Venusit. Mundësitë për investim ose një rritje të ardhurave mund të paraqiten. Vazhdoni me një analizë të plotë. Sa i përket karrierës, përgjegjësitë rriten, por prirja juaj e besueshme do t'i përballojë këto sfida me mjeshtëri. Mes ngjeshurisë, mos e neglizhoni kujdesin për veten. Jepni përparësi një diete të ekuilibruar dhe relaksimit për të mbështetur energjitë tuaja. Ndërveprimet shoqërore janë të këndshme, duke i bërë bashkëpunime të frytshme dhe duke ringjallur entuziazmin drejt sipërmarrjeve të përbashkëta. Ndërsa cikli hënor mbështet vetanalizën, kënaquni me momente vetmije për të rivendosur qëllimet tuaja. Energjitë tuaja krijuese janë në kulm, duke ju nxitur të angazhoheni në hobi që relaksojnë dhe frymëzojnë. Mbi të gjitha, qëndroni të duruar, duke përqafuar ditën me qëndrueshmërinë për të cilën njiheni. Binjakët. Merkuri mprem pretësinë tuaj mendore sot, duke përforcuar dëshirën tuaj për të mësuar dhe eksploruar ide të reja. Angazhohuni me të tjerët në diskutime të gjalla, pasi kjo mund të zhbllokojë perspektiva të reja. Profesionalisht, mendimi juaj i shpejtë dhe përshtatshmëria mund të tërheqin vëmendjen e eprorëve, duke ngritur profilin tuaj. Megjithatë, qëndroni me këmbë në tokë për të shmangur mbi ngarkesën e vetes. Financiarisht, tani nuk është koha për sipërmarrje të rrezikshme. Në vend të kësaj, përqendrohuni në stabilizimin e asaj që keni. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga humori juaj optimist, duke lejuar lidhje më të ngushta përmes bisedave të sinqerta. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt mendore në aktivitete fizike për të ruajtur ekuilibrin. Sot është ideale për projekte krijuese ose hobi që lejojnë vetëshprehjen. Në frontin shoqëror, lidhja me miqt mund të çojë në takime të këndshme dhe ringjallja e miqësive të vjetra rezulton rigjallëruese. Mos harroni, ndikimi planetar ju inkurajon të mbani kanalet e komunikimit të hapura dhe të përqafoni ndryshimet ndërsa ato vijnë, duke siguruar stimulim dhe rritje shumë të nevojshme. Gaforria. Shtrirja planetare e sotme i kushton rëndësi çështjeve të shtëpisë dhe familjes, duke ju inkurajuar të përqendroheni në rehatin dhe sigurinë emocionale. Është një kohë e përshtatshme për të organizuar dhe harmonizuar hapësirën tuaj të jetesës. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga njohuritë tuaja intuitive, duke ju lejuar të parashikoni nevojat para se të lindin. Reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe bëni rregullime sipas nevojës. Stabiliteti do të ndjek përpjekjet tuaja. Financiarisht, mbani një sy në shpenzimet tuaja dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndërveprimet familjare janë harmonike, duke ofruar mbështetje dhe vlerësim. Përsa i përket shëndetit, jepini përparësi paqes mendore me aktivitete si meditimi ose shkrimi i ditarit. Në aspektin shoqëror, një ditë e qetë me të dashurit forcon shpirtin tuaj. Megjithse aktivitetet të veçanta si leximi ose punimet artizanale mund të jenë po aq pasuruese. Krijoni lidhje me ata që pohojnë pozitivisht vlerat dhe aspiratat tuaja. Yjet këshillojnë durim në përpjekjet personale, duke nxitur një qasje edukuese ndaj vetes dhe të tjerëve. Mbi të gjitha, besoni në mençurinë tuaj të lindur për t'ju udhëhequr. Luani. Dielli bekon ndjekjet tuaja krijuese sot, duke frymëzuar qasje të reja të guximshme si në projektet personale, ashtu edhe në ndërmarrjet profesionale.
Shijoni këtë shans për të shprehur veten tuaj autentike, veçanërisht në fusha që shfaqin leadershipin tuaj natyror. Profesionalisht, merrni iniciativë për idetë që keni menduar. Besimi përputhet me mundësitë pozitive të rritjes. Ndërsa përqafoni një qëndrim proaktiv, sigurohuni që po I kushtoni vëmendje detajeve për të shmangur hapat e gabuar. Transaksionet financiare, duke përfshirë negociatat, favorizohen me rezultate premtuese nëse trajtohen në mënyrë strategjike. Në marrëdhëniet personale, rrezatoni ngrohtësi dhe bujari për të tërhequr dashuri dhe shoqëri. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga angazhimi në aktivitete që rrisin vitalitetin tuaj. Gjeni kohë për të shijuar ushtrime energjike ose aktivitete në natyrë. Shoqërisht, energjia juaj magnetike tërheq njerëzit drejt jush, duke çuar në ndërveprime të frytshme. Sot, vendosmëria dhe kreativiteti shkojnë dorë për dore. Prandaj jeni të guximshëm në ndjekjet tuaja. Por qëndroni të vëmendshëm ndaj shenjave që kërkojnë reflektim ose rikalibrim. Virgjëresha. Urani ndikon në sektorin tuaj të rutinës sot, duke nxitur fleksibilitet mes ndryshimeve në orare ose plane. Natyra juaj analitike është përmirësuar, duke ju lejuar të zgjidhni problemet e papritura me lehtësi dhe depërtim. Profesionalisht, përshtatuni me ndryshimet me fokus në inovacion dhe përmirësim. Përqafoni teknologji ose sisteme të reja për të rritur efikasitetin në punën tuaj. Financiarisht, kontrolloni investimet aktuale ose aktivitetet bankare për të siguruar stabilitet dhe rritje. Në marrëdhëniet personale, komunikimi është çelësi. Keqkuptimet mund të shmangen me durim dhe qartësi. Nga ana shëndetësore, monitoroni nivelet e stresit dhe bëni pushime kur është e nevojshme. Praktikoni vëmendjen ose ushtrime të thjeshta për të rigjallëruar. Nga ana shoqërore, ftesat ose takimet e papritura mund të sjellin përvoja të thella. Kjo është një ditë ideale për të angazhuar në aktivitete intelektuale ose krijuese që ofrojnë stimulim mendor dhe kënaqësi. Kanalizoni energjitë dinamike të sotme në rutina rigjallëruese, duke kujtuar se fleksibiliteti dhe reagimi rrisin forcën tuaj natyrore organizative dhe sigurojnë një ditë të dobishme. Peshorja. Venusi nxit harmonin në marrëdhënie sot, duke ju inkurajuar të nxisni ekuilibrin midis jetës suaj personale dhe profesionale. Vibracionet e ditës favorizojnë diskutimet e ndershme dhe zgjidhjen e konflikteve, duke ushqyer lidhje më të forta. Në karrierën tuaj, projektet e orientuara drejt partneritetit mund të fitojnë terren dhe shprehja e vlerësimit për përpjekjet e kolegëve rrit moralin e ekipit. Financiarisht, një shqyrtim I kujdesshëm I buxheteve ose shpenzimeve të vazhdueshme mund të ofrojë qartësi dhe qetësi mendore. Angazhohuni me drejtësi kur merreni me negociata ose kontrata. Emocionalisht, gjeni gëzim në gjëra më të thjeshta dhe ndani mirënjohje me të dashurit. Lidhur me shëndetin, harmonizoni mendjen dhe trupin tuaj përmes aktiviteteve të tilla si yoga ose tai chi, duke promovuar ekuilibrin e brendshëm dhe paqen. Ndërveprimet shoqërore janë të rëndësishme dhe hapja sjell lidhje dhe njohuri të dobishme. Jepini vetes leje të përfshiheni në aktivitete artistike ose kulturore, duke lejuar që frymëzimi krijues të lulëzojë. Besojini sinjaleve qiellore për t'ju udhëhequr përmes vendimeve, duke përqafuar përpjekjet bashkëpunuese pasi ato premtojnë harmoni dhe rritje më të madhe. Akrepi. Marsi fuqizon vendosmërinë tuaj sot, duke ju shtyrë drejt arritjes së qëllimeve të caktuara me fokus dhe intensitet. Përdoreni këtë shtysë për të përballuar detyra të vështira dhe probleme komplekse në punë, pasi suksesi është I mundshëm me rezistencën tuaj të lindur. Financiarisht, kanalizoni energjinë në strategji që rrisin sigurinë dhe rritjen, por qëndroni vigjilent ndaj sipërmarrjeve të nxituara. Në marrëdhëniet personale mund të kërkohet vendosmëri, por jini të kujdesshëm për të ruajtur ekuilibrin dhe harmoninë. Nga ana shëndetësore, nivelet e larta të energjisë mund të kanalizohen në mënyrë efektive në aktivitete fizike ose stërvitje, duke siguruar një dalje pozitive për adrenalinën e tepërt. Nga ana shoqërore, dinamizmi I ditës mund t'i tërheqë të tjerët drejt jush, duke ofruar potencial për lidhje ose aleanca kuptimplote. Projektet krijuese përfitojnë nga një qasje e përkushtuar. Prandaj merrni kohë për të eksploruar ndjekje artistike ose hobi që sfidojnë aftësitë dhe vizionin tuaj. Me mbështetje të fuqishme kozmike, kapni mundësitë me guxim, ndërsa balanconi natyrën tuaj të fuqishme me ndjeshmëri dhe mirëkuptim për të përmirësuar perspektivat sot. Shigjetari. Jupiteri ushqen shpirtin tuaj aventuresk sot, duke ftuar eksplorimin dhe ndjekjen e dijes. Qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo shprehjes krijuese. Përqafoni mundësitë për të zgjeruar horizontet tuaja.
Profesionalisht, inovacioni dhe idetë e reja fitojnë terren, duke ndikuar potencialisht në përpjekje dhe projektet e ardhshme. Financiarisht, merrni në konsiderat planifikimin afatgjatë. Ndikimet e sotme favorizojnë investimet e kujdesshme mbi shpenzimet spontane. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në energjinë tuaj të gjallë. Megjithse sigurohuni që të komunikoni hapur për të shmangur keqkuptimet. Iniciativat shëndetësore, si futja e rutinave të reja të fitnessit ose rregullime dietike, ka të ngjarë të sjellin rezultate pozitive. Shoqërisht, përqafoni spontanitetin pasi mbledhjet e improvizuara mund të çojnë në ndërveprime të këndshme dhe të thella, duke krijuar kujtime. Energjitë qiellore mbështesin optimizmin dhe reflektimin filozofik, duke frymëzuar plane për rritje personale kuptimplote. Ndërsa eksploroni ndjekje të ndryshme, mos harroni të balanconi entuziazmin me përgjegjësinë. Njihni dhe kapni raste që zgjerojnë kufit tuaj intelektual dhe emocional, në përputhje me natyrën tuaj të gjerë. Britsjapi. Ndikimi i Saturnit rrit ndjenjen tuaj të përgjegjësisë sot, duke ju motivuar të merrni kontrollin dhe të bëni hapa të rëndësishëm dhe produktiv si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Qasja juaj e disiplinuar siguron që detyrat e ekzekutohen me saktësi. Në punë, aftësitë e leadershipit mund të nxirren në pa, duke paraqitur mundësi për avancim ose njohje nëse menaxhohen me kujdes. Financiarisht, jepni përparësi sigurisë përmes kursimit strategjik ose investimit, duke u përqendruar në stabilitetin afatgjatë. Dinamika e marrëdhënieve kërkon durim dhe empati. Komunikimi i hapur lehtëson tensionin e mundshëm. Çështjet shëndetësore përfitojnë nga angazhimi ndaj një rutine të ekuilibruar. Merrni në konsiderat futjen e praktikave të mirëqenies që përforcojnë vitalitetin. Ndërveprimet shoqërore mund të kërkojnë diplomaci. Shfrytëzoni natyrën tuaj pragmatike për të zgjidhur problemet në mënyrë konstruktive. Përpjekjet krijuese mund të sjellin kënaqësi dhe relaksim. Prandaj lini kohë për ndjekje që rigjallërojnë dhe frymëzojnë. Në fund të fundit, qelësia është të qëndroni të përqendruar në progresin e strukturuar, duke lejuar fleksibilitet për mundësi të papritura, duke mbajtur një angazhim të palëkundur ndaj qëllimeve personale dhe kolektive. Ujori. Urani rrit dëshirën tuaj për liri dhe inovacion, duke ju nxitur drejt përpjekjeve të reja si në jetën tuaj personale ashtu edhe në atë profesionale. Kjo energji favorizon shkëputjen nga rutinat e vjetruara dhe përqafimin e origjinalitetit në zgjidhjen e problemeve në punë. Eksploroni strategji jo konvencionale që përputhen me idetë tuaja vizionare për rezultate me ndikim. Financiarisht, qasjet inovative ndaj investimeve ose buxhetimit mund t'ju habisin me kthime të favorshme, megjithse me rreziqe të llogaritura. Në marrëdhëniet personale, angazhohuni në biseda të hapura ku ndershmëria nxit lidhje dhe mirëkuptim më të thellë. Shëndeti mbështetet duke integruar praktikat holistike që kujdesen për mirëqenien e mendjes dhe trupit, duke inkurajuar vitalitetin. Shoqërisht, aura juaj magnetike tërheq individ me mendje të ngjashme që ofrojnë perspektiva dhe bashkëpunime të reja. Përfitoni nga impulset krijuese, duke marrë pjesë në dalje shprehse ose projekte shoqërore që ngren dhe fuqizojnë shpirtin tuaj. Yjet theksojnë përshtatshmërinë dhe hapjen, duke ftuar përvoja transformuese dhe duke ju nxitur të ndiqni pasionet me bindje të palëkundur, duke mbetur të bazuar dhe të mprehtë. Peshqit. Neptuni rrit natyrën tuaj intuitive dhe empatike sot, duke inkurajuar reflektimin dhe rritjen shpirtërore. Zhytuni në projekte krijuese ose artistike ndërsa frymëzimi rrjedh lirshëm, duke ofruar një aratisje qetësuese ose njohuri më të thella. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja kur përballeni me vendime, duke lejuar që udhëzimi i brendshëm të drejtojë rezultatet në mënyrë të favorshme. Financiarisht, keni kujdes që të mos lejoni që ëndrat të errësojnë realitetin. Hapat praktik krijojnë stabilitet dhe largojnë rreziqet. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga qasja juaj e dhëmshur, pasi ofrimi i mbështetjes dhe mirëkuptimit mund të rregullojë urat dhe të nxjisë intimitetin. Iniciativat shëndetësore që ushqejnë mirëqenien mendore, si meditimi ose yoga e butë, sjellin ekuilibër dhe paqe. Ndërveprimet shoqërore premtojnë ngrohtësi dhe lidhje. Krijojnë lidhje përmes aktiviteteve të përbashkëta ose interesave të ndërsjella. Përqafoni fuqinë e ëndrave dhe imagjinatës, duke eksploruar rrugët që frymëzojnë rritje, por sigurohuni që kufit praktik të respektohen. Mbi të gjitha, lejoni që intuita juaj e lartë t'ju drejtojë pozitivisht, duke transformuar perceptimet dhe duke ftuar harmonin brenda dhe përreth jush sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.
Për ju një laik nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.